ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun xhalla xhelalu, ata falenderojmë për ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e rregullt të ligjëratave të ditëve të shtuna, ku jemi me veprat dhe adhurimet e zemrës. Konkretisht jemi te vepra e sabrit dhe durimit, e cila vepër është një ndër veprat më të përmendura në Kur'an si vepër e brendshme e njeriu. Andaj tham se për shkak se edhe shpallja, Kur'an dhe Sunet e ka trajtuar dhe ka zgjeruar udhëzimin në këtë vepër, dhe ne do të ndalim pak më gjatë me izin e Allahut subhanahu wa taala. Pasi që jemi edhe në prag të Ramazanit, besimtarët duhet natyrshëm që të përgatiten shpirtërisht edhe me zemër edhe me mendje edhe fizikisht që ta presin Ramazanin, sikur që e presin diçka të madhe. Nuk ka diçka më të madhe në jetën e muslimanit se sa të pret hapjen e dyrëve të xhenetit. Allah na bof nasib ya rabbal alamin. Andaj është mirë që muslimani të merr disa hapa konkret. Kemi folë shpesh për këtë mënyrë të përgatitjes, që mos jetë ardhja e Ramazanit një ardhje e zakonshme edhe rëndomt e muajve kalendarit, po tjetë diçka e cila e pret muslimani me adhurim, e pret me një gadishmëri se po vjen diçka e madhe, sikur që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, juve po ju vjen muaji Ramazanit, muaji begat. Allah na mundsoft me shëndet dhe me iman. Ne do të vazhdojmë me izin Allahu te bareke ve teala në numërimin e arsyeve dhe udhëzimeve nga hoxha i madh Sheikhul Islam Taqiyuddin Abul Abbas Ibn Taymiyya rahimahullahu taala, i cili ka sjell në librin e tij Qaidatun fi sabr, rregullin mbi sabrin, se si duhet muslimani të trajton lëndimet, vuajtjet dhe mundimet të cilat i vijnë prej njerëzve. Dhe Sheikhul Islam Taymiyya rahimahullahu taala ndajti sabrin në 3 kategori: sabri në adhurime, sabri në harame, edhe sabri në caktimin e Zotit. Sabri në caktimin e Zotit është dy llojsh. Caktimi i cili nuk i ndorën ta, sikur termetet, vërshimet, shiu i madh, ti s'ki mundsi çka me bë, andaj je i detyruar që të bësh sabër. Ndërkohë që ekziston një lloj caktimi, e që është lëndim edhe vujtja dhe ajo, mirë po ti në ta ki zgjedhje. Por shembull të ofendon dikush, apo kjo goditje, mirë po ti ki mundsi me reagu, ki mundsi ti musha. Andaj thotë Sheikhul Islam Taymiyya rahimahullah se këto rregulla vlen për llojin e kaderit të dytë, ku ti mundesh me reague e që nuk duhet me reague. Andaj sot të ndërua vëllezër, jetojmë në kohë që e quajnë edhe shumë prej mjekëve kohë e stresit. Ai dëgjojmë këtë fjalë, kohë e depresionit, e vuajtjeve, mundimeve, lëndimeve kështu me radhë, dhe njerëzit nga ai presioni që ta bëjnë perfekte jetën dhe që t'ja arrin modelet të cilat neve na i prezantojnë si modele se kështu duhet me kanë jeta, natyrshëm se të njerëzit që nuk kanë dija apo nuk dinë çish me dal pikë sikleti, edhe u shkakton kjo një lloj ankthi. Kur ti për shembull ta paraqesin dikan se jeta i ka këto, nëse do me jetu mirë duhet mi pas kaç kapital, kaç pasuri, kaç shtëpi, kaç veturë kështu me radhë, kur i mbledh njëri këtë komplet, kur e ban kalkulatorin dhe kur e ban se nuk ka mundësi mi mbledh këto let, atëherë kjo shkakton stres. Njashtu edhe shton stresin edhe lajme të shumta. Andaj njëra prej problematikave sot botërore është edhe çfarë? Lajme të shumta. Kur njeriu për shembull merr dozë të lajmeve shumë, merr lojë, dëgjon lloj ngjarje. Një ndeshje atje, një smundje atje, një goditje atje, një epidemi atje, ku di çka, dhe kur bëhen këto, normal se shkaktojnë stres. Kur ti për shembull dëgjon se moshatarët e tu, për shembull 30, 40, 50 janë të ekspozuar smundjeve të zemrës, e sheqerit, e kësaj, apo ka vdek filani për kësaj, normal se kjo shkakton një lloj stresi. Andaj duhet ndalemi të durimin, nga se ilaçi është të durimi, ilaçi është të sabri. Andaj në hyrjen e shpalljes, në hyrjen e mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njeriu ka mundësi të ta normalizon këtë ecurit shpejt të jetës. Edhe nëse duket karshi njerëzve sikur ky nuk ka të ecë, po në realitet besimtari i cili është
duke i ndjek udhëzimet e hartës hynore, ajo është duke ecë më së miri. Pavarësisht se njerëzit janë duke vrapu, po ka mundësi janë duke vrapue në drejtim pa busull. Andaj përmendëm 11 rregulla, sot do të vazhdojmë me lenin Allahu te bareke ve te përmendim edhe 9 të tjerat për të plotësuar 20 udhëzime nga hoxha Sheikhul Islam Taimi, i cili ka nxjerrë këto rregulla nga Kur'ani dhe hadithi. Pastaj do të vazhdojmë me izin Allahu subhanahu wa taala gjithashtu në çështjen dhe kapitullin e durimit, të shohim disa prej haditheve e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka mësuar besimtarin në hijen e shpalljes dhe besimit dhe imanit ta ruan shëndetin mendor. E që një problematikave më të mëdha sot është mungesa e shëndetit mendor. Njeriu ngarkohet shumë dhe kërkesat janë shumë. Sikur që e ka përmendur Imam Ahmedi rahimahullahu taala, i cili ka thënë zgjohet njëri në sabah dhe i ka një varg list kërkesash. E para prej tyre është haki Allahut, haki pejgamberit alayhi salatu wassalam, haki vetvetes, haki grujës, haki fëmijëve, haki kojshijës, haki shoqërisë. Dhe kur mbledhen këto krejt komplet, ka mundësi me shkaktu turbulencë mendore, njëri s'di më çfarë me vë. Andaj duhet me i marr këto gjëra me qetësi, me mësim hynor, duke lexuar shpalljen dhe duke ecë në hartën e udhëzimeve kuranore. Do të shohim me lein Allahu te bareke ve teala dikon 40 hadithe nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, i cili me mësimet e Zotit na i ka përcjellë edhe neve çish me qetësu veten, që mos të psojmë diçka e cila është e dëmshme dunja dhe në ahiret. Dhe vinë rrezë. Shumë për njerëzve mendojnë se nëse ki problem me shëndetin mendor, emocional, nuk je i qetë, kujtojnë se kjo është vetëm dëm i dunjajës. Jo. Çdo dëm i dunjajës është dëm i ahiretit. Nëse ka të bëjë me veten tënde. Dëmat që ka të vinë pi kadas dhe kaderit janë mesele tjetër. Ama, për shembull, mungesa e një qetësie shpirtërore ndikon në ibadet. Ti për shembull nuk ka mundësi me pas stres, dhe depresion dhe angst dhe shtytje dhe mundim edhe mu fal rahat. S'ka mundësi. A du të me qetësu vetën, dhe pastaj mu fal. Andaj shiko pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam si e barazoi këtë ekuilibrin mes shëndetit fizik dhe ndikimit këtij shëndeti pastaj atij shpirtëror. Andaj tha pejgamberi alaihi salatu wassalam, nëse sofra është shtrua, buka u ka shtru, ti je i unt, i uritur, edhe ka ardhur namazi. Çfarë më thon përparësi? Apo mëse paskon hadithi, me na vet neve për shembull, në mungesë hadithit, me na pason njëri kështu. Ka thirrë zani, edhe sofra e shtruar. Apo zakonisht emocionalisht një fetar, çish është përgjigj? Faloni Allah. Falo. Pa ai cili e do Allahin dhe fen e Zotit më shumë se krejt dunjaja, është Muhamedi alayhis salam. A dhe çfarë tha? Tha nëse shtrohet sofra, pra nën kuptohet ti je i uritur, edhe ka thirrë zani. Cëllës mi dhonë përparësi? Tha ha buknjer. Por së rasë ju dhe se ti nëse falësh në këtë gjendje, ti nuk je normal. Jo nuk kupti nuk je normal. Ti nuk je i qetë, ti nuk je i përqëndrum ati. Andaj shka tha alayhi salatu wassalam, ha buknjer, largoje urien, se kjo urit ban dam tyje, së në koncentrohesh ti. Andaj ha njerë buk, pastaj falësh, që në mënirë që mos ketë diçka e cila ti të shqetson, e ajo pastaj të pengon murahatu në namaz. Kjo vlen pastaj edhe për çrregullimin emocional, ku njeriu ka një vujtje të madhe, është i randum shpirtnisht. Apo, ai edhe kur falet, nuk ka aty. Mendi ka të vujtja e vet, të brenga e vet e kështu me radhë. A do ta shohim me len Allahu te bareke ve teala se si e ka shëruar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam stresin dhe depresionin dhe anksin dhe vujtjen e njeriu në presionin e jetës së kësaj bote. Vazhdon Sheikhul Islam Taimi rahimahullahu taala dhe thot rregulli i 12 në ilaçin e mundimit dhe vuajtjes së Allahut, thot en yashhadu an sabrahu hakamun minhu ala nafsihi wa qahrun laha wa ghalabatun laha. Thot Sheikhul Islam Taimi rahimahullahu taala, e 12 prej udhëzimeve të cilat është që ta dijë robi dhe ta dëshmojë të konfirmojë se durimi i tij dhe mos hakmarrja, pra mjekimi i vetes me sabër, është vendosja e vetes në pushtet dhe ngadhnim mbi ta. Apo, për shembull, me thon ti dikush, a ki qef dikush me ta udhëheq zemrën tënde? Ai me pas atje kur doje me prek çka do aty? Jo. A ki qef me të udhëheq dikush ty? Jo. Andaj thotë Sheikhul Islam Taimi rahimahullah, le ta dijë robi se kur ban durim e shti vetën dorë.
E ma mira me pas ti vetë ndorë se me të pash dikush tjetër. Thot, dhe le ta din se kjo është fitore mbi vetën e vet, mbi egon e vet. Andaj, çdo herë që nefsi i ti, egoja e ti është e mposhtur dhe e mundur prej andës ti, nuk ka mundësi nefsi i ti, as nuk synon ma që ta shtin dorë, ta robëron dhe ta fut në helaq. Por nëse ti e merr veten tënde në dorë tënde dhe jo e kundërta, me shti egoja në dorë, me shti qefi jo në dorë, apo atëherë më nuk e diti më kush katrohesh, se të ban hizmeqar. Nefsi, po nuk unë posht, ajtë në posht tyje. Apo, sikur që është e njohur fjala e shumë prej dietarëve se koha është si shpata. Nëse ti nuk e pret, ajo të pret tyje. Nuk mundesh me thonë kohës, nalë mos un plak. Jo të plak. Koha nuk duhet me prit në kohën, po duhet me punu në kohë. E shumë për njerëzve zakonisht e trajtojnë si proces, ajtëse, jo, ajo s'pret tyje. Ajo të plak tyje, ajo ndikon mbi tyje. E ti çish i ki bo vjetët, të ndiku kohën tyje. Ti e rrit të ndiku kohën tyje. Andaj duhet mi shku e kësaj çështje në paralel. Thot Sheikhul Islam Utaymiyya rahimahullahu taala, thot, e kur do që njeriu i bindet vetës, i bindet egos së vet, atëherë bëhet rob i saj. Nëse njeriu për shembull ka një mundim, e ka ofendu dikush, dhe ky nuk ka mundësi me e mposh veten e vet, atëherë vetja e vet e merr në dorë. E vetja e vet çka i thot? Shoja edhe ti, hakmiro edhe ti, marrë hakin tan. Thot Sheikhul Islam Utaymiyya rahimahullah, vazhdon nefsi i ti me udhëheq deri të shkatroje. Por nëse njeriu vëzëri bindet egos, egoja e merr derisa ta bëjë helaq. Zoti na rujt. Thot Sheikhul Islam Utaymiyya rahimahullah, me përjashtim nëse Zoti e ka plan me rahmetin e vet. Nëse don Allahu me e shpëtu. Për ndryshe vëzër, operacioni është kështu. Por operacioni është kështu. Ai i cili është rob i egos, shkatrimin e ka, të sigurt. Përjashtojmë na gjithmonë çka bën, illa an tadadarakahu rahmatu rabbih. Pas nëse Zoti e ka plan me rahmetin e vet, ajo është përjashtim. Thot, andaj, nëse në durimin dhe vlerën e durimit nuk do të kish pas vlerë tjetër, po se e mposh vetën tane, e mposh shejtanin tan, e mposh shejtanin tan, nga se ka një lloj aleance egoja me shejtanin. Apo, zakonisht shejtani kur vjen te ti, a e keni dhe njerë shejtanin, të të thanë, kur ban dialog ti me ta, se ti dush mu shkel, ti dush mu mposht, jo, kjo zoni me lekut. Ti dush me afal, dush me te kalu, kjo zoni me lekut. Zoni shejtanin qisha, shkeli, të përdhosi, qep që sta dikimetin, e kështë më radhe flet për furirën e egos, që ta merë si ushtri ka vetja, egon tane, pas taj të bashkëpunoje me ta dhe të shkatëroje. Thot që e Sheikhul Islam Utaymiyya, thot, e mposh durimi vetën e njeriut, egon dhe shejtanin e ti. Andaj, vetëm gjatë kësaj mposhtje, nxjerr mpa sultani i zemrës. Që do më thonë vëzër kështu, nëse bashkëpunojnë shejtani dhe egoja e insanit, zemra bëhet e mposhtur. A kryesorja që është njeriu është zemra. Për me dalë mu bë kryesori zemra të insani, du të mi poshtë të dijat, edhe egon, edhe shejtanin. Thot Sheikhul Islam Utaymiyya rahimahullah, atëherë del mpa zemra e njeriu bashkë me ushtarët e vet, gëzohet dhe fuqizohet dhe e përjashton armikun. Thot Allahu subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Ka shpëtu të Allahu ai i cili e pastron nefsin e vet. Çfarë do me thonë vëzër? Bane e sop kështu, është një betej praktike. I ka ushtarët e vet, shpatat e veta, armët e veta. Egoja dhe shejtani me një anë, zemra me një anë. Këtë luftë e paramendon Ibn Taymiyya rahimahullah dhe thot, për me pështu ti du të me pështu zemra, du të me fitu zemra. Ai du të më bo sultan, ai me ushtrinë e vet. A nëse ti shkatrohesh, du të me fitu egoja dhe shejtani. Durimi vjen këtu edhe i jep forcë zemrës. Po këtë arsye Allahu subhanahu wa taala krejt shpallën e ka zbrit që të pastrohet kush? Zemra e insanit. Illa man ata Allah bi qalbin salim. Ditën e Kiametit shpëton veç ai njeri i cili e ka zemrën e pastër. Në shumicën e rasteve insanit çka i jep zor? Egon të rritë, namin të rritë. Allah dhët leket,
Zemrën pastroje. Zemrën pastroje. Për këtë arsye vëllezër, e 12 prej udhëzimeve thotë Sheikhul Islam Utaimi rahimullah, është që njeriu të mundohet me këtë këto mekanizma të nxjerr zemrën selamet. Jo e gëntanë me nxjerr selamet. Shikoj vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk ka mbrojtur veten e vet. Ama nuk ka emën dunja ma i ngritur se emri Muhammed a.s. Pra një herë pri herave nuk ka mbrojt vetën e vetë. Në luftën e Uhudit, kur ja kanë thidhan pejgamberit a.s. vetëm ka thonë kështu: çka ka me bo Zoti me një popull që pejgamberit ati Zoti ja kanë thidhant. Min njerë ka shbita jeti. Sura Ali Imran, lejse leke min el emri shay, ti s'ki ndorë kur gjo. Mos u mërë të me këtë mund. Shiko vëzër, kjo është, i thëjnë, të arrit, kjo është veç tërthora si pejgamberi sa thot. Pra, kër e ka pa vetën me gjak, kër e ka pa dhamë të thim, që ja ka thi armiku, veç ka thanë, çka ka me bon Allahu me një popull, që pejgamberit Zotit ja kanë thi dhamë. Pra, normal që kam ju ndodhë të shka e keqe, dhe Allahu që ja ka zbita jetë. Nuk më shumë mërë të me këtë punë. Lejse leke, së është kjo për tyje. Pse? Se përsa nuk e ka këtë emision. Mirë po, këtu e kanë zirë Allahu që normal, në shesh njerëzillokun e pejgamberit alayhis salam. Dhe ajo është insan, dhe ai lëndohet. Mirë po, kur nuk e ka mbrojt vetën, gjithë ato akuza i ka pas. Për këtë arsye vëllezër, besimtari duhet që luftën ta bën maksimum që del në pa zemra e pastër, jo egoja e ngritur. Ata njerëzit janë në luftë për ngritjen e egove të tyre, jo rastësisht edhe zemrat e tyre ngurcohen. Thot Sheikhul Islam Utaimi rahimullah, e 13 prej rregullat cila është që ta dinë se nëse të bën sabër dhe nuk hakmirët, Allahu do ta ndihmon patjetër. Allahu do ta ndihmon patjetër, sepse Allahu e merr në dorën e vet punën e sabërlijës. Allah i thot, ti nëse bën sabër, unë i kryj punët e tua. Thot Sheikhul Islam Utaimi rahimullah, wa ahala zalimahu ala Allah. E durimtari çka thot në realitet kur bën sabër? Ja le punën e zullumçarit çka i ka bë dam Zotit vet. Thot o Allah, që ti merr me këtë. Apo thot Sheikhul Islam Utaimi, wa man intasara li nafsihi wakalahu Allahu ila nafsi. Ai i cili e nimon vetën, ja thot unë këtë punë sosi vet. Këni po njerëzit, kjo është ajo gjua e shejtanit, gjua e egos. Ja thot. Thos unë e di çka vaj unë. Domthon ky haron Zotin e vet. Haron faljen, haron fejen, haron dinin, haron ditën e kiametit, llogarien. Çka thot? Unë thot, di unë çmë sos punën time. Di punën son tonë po. E sos vet, thot Sheikhul Islam Utaimi rahimullahu taala, fa kana huwa an-nasiru laha. Athara thot, du të munimu vet. Dush munimu vet. Thot unë sos vet po. Sos vet. Thot, e ku krahasohet ai njeri i cili Allahu thot unë ta kryj punën tane me atë i cili thot unë e kryj punën vet, e ai është njeri më i zaifti në dunja. Pra, krahasimisht, një njeri bën durim, njeri s'bën durim. Ky çka s'ka bë durim ka thonë sosi punën vet. Ky çka ka bë durim ka thonë Allah ti krye punën. Thot Sheikhul Islam Utaimi, e ku krahasohet ky i cili ja kalon më të fortit punën e vet në dorë me këtë i cili janë më zaifti, më i zaif se njerin s'ka vëllazër. Njeri janë pi oksigjenit, njeri jo pi ujit, njeri jo i zaif, njeri një llafja turbullon 3 javë. Një fjallë e mirë të ketë. E para me do të tani shka thot që i khulli së të imi. Para me në njeri cili thot, ja kam në Zotit të në punën, Allahu gjele gjelalu. Dhe jo ma i fortit fortve. Nuk ka ma fort, ma të fortë se Zotit ma të bare kjo e tjala. Ma që gjdo forcë që mund para me ndot është e martë prej kudretit dhe khalkit të Allahu gjele gjelalu. E para me në këj cili ka thonë në vetë e sosi punën, ndërko që është i do. Kjo është e 13. 14. Do që i khulli islamu të imi, rahimullahu tjala. Le ta din robi se durimi i ti kundrejt ati dhe karshi ati cile ka lëndue dhe i ka shkaktue vujtje, le ta din se nëse këtë duron dhe bën sabër dhe e ban këtë barë mbi vetën e vetë, thot, le ta din se kjo e nëzit domës doshmërisht që kundërshtari i ti ta nalë zullumin. Natyrshëm, të shumicat të njerëzve normal, kur ka kundërshtim, kur ka hasmëri, kur ti duron dhe e le në regull, ja le Zotit madhë gjele gjelalu, apo e falë, sikur që bënd të pengamberi alayhi salatu vesselam, thot që i khulli islamu të mirë, kjo e nëzit kundërshtari me thanë, nalo, nëse s'ja vleka. Thot që i khulli islamu të mirë, dhe e nëzit kundërshtarin me u pendu
dhe e nxit me kërku falje. Normal, kjo këtë flet në normal, kontekst të njerit normal, i cili ka një hasmëri me një tjetër. Nëse është jashtë normales, ajo nuk vlen. Ka dikush për shembull, aja fale, asja fale, aja ktheve, asja ktheve. A u sille mirë, a u sille keq. Ai nuk ndryshon. Si guri, bile guri ndryshon ndonjëherë. Çao. Sikur që ka banë Allahu te bareke ve teala. Se ka prej gurzve që shpërthen ujë. Ka njëri nuk e ndryshon statusin ndaj atij kur gjë hiç. Apo, na nuk po flasim për këta njerëz vëllazër, që kanë nevojë për shembull për mjekim special, për shembull me hapa. Po folëm një njeri normal që ka ndërgjegje, që e vret vetja, që te shtëpia natë thot, "Abe zbona mirë, si ja thash që nuk u dash me ja than." Për këtë njeri, nëse ka një hasmëri, një kundërshtim, nëse ti ja fal, ajo ka me reflektu te ai. Çish ka me reflektu e para ka me ka dal, se nuk ja vlen. E dyta ka me shtim më pendue. Dhe e treta ka me shtim më kërku falje. Për çfarë arsye? Sepse veprimi jot ka qenë i tillë. Veprimi jot e ka nxit atë me vepru ashtu. Andaj thot fe yaudu ba'da idha'ihi lahu mustahiyan minhu. Masi që e ka lëndue, durimi i tij e bën që kundërshtari i tij ti vjen marrë pi këtij që ka bozullum. Pra ti e nxit me durimin tan dhe me mos kthimin tan dhe mos hakmarrjen tane, e shti hasmin me harmarrë pi tije. Sa i në vetën e vetë, ti kjo ndodh tyje, dhe si njeri ndodh, kur ti për shembull, ndoshta me qëllim, ndoshta pa qëllim, me kast apo pa kast, e lëndon dikan. Çka ndodh? Njeri i shnosh ka thot, i vën marrave se su dash mi apo çështu. Njeri normal, ato që janë normal, në gjithmonë nuk e na të fol për jo normalat. Ato jo normalat kanë kapitull tjetër. Folën në njeri normal i cili thot, Allahi po më vjen marrë se e kam ranuar me fjalë kështu marrë. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, thot pendohet për veprën e bërë bile kalon në mik ndaj tij. Kalon për krahas. Dhe thot kjo është kuptimi i fjalës së Allahut subhanahu wa taala në surën Fussilet, ajeti 34-35, idfa billati hiya ahsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin adhim. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kjo është kuptimi i ajetit në Kur'an ku thot Zoti i Madh te bareke ve teala, shmange apo mbroju për ati i cilit ka bo keq me më të mirën e mundshme, e cila është durimi dhe mos kthimi i hakit. Thot, mes ti edhe ati që ka hasmëri do të ndikon pozitivisht. Qysh? Thot, ke ennehu fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka ennehu. Thot, atë me të cilin ti kishe një lloj armiqësie, ka mu duk sikur tash ai mo kalon ka ona jote, miku jot. Se thot wali është ai i cili të nimon ty dhe të ringat. Walia jelije afër hamim dëmron. Thot mirë, po kët nuk e arrin pos ai i cili bën sabër shumë dhe ai i cili ka hise të madhe te Zoti i Madh. Allahu na bëf fitun ya rabbal alamin. Kjo vëzër është e 14-ja prej udhëzimeve të Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, se si duhet menaxhuar kjo bara, kjo depoja e fjalëve të rana që të vinë këtë dunia, apo stresi i madh që të vjen nga dinamika e jetës, ku ti mbledh të shpirti jot, çish me shkarku veten, shkarkon këtë mënyrë. E shkarkon në këtë mënyrë. E 15-ta, thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, thot, ndoshta hakmarrja dhe kthimi i hakit dhe kthimi i sharjes me sharje dhe kthimi i të keqes me të keqe bëhet sebeb për shtimin e sherrit të hasmit të tij. Ti kur e kthen, ka mundësi e kthen ata dhe më arrogant. E shtim e bë dhe më keq. Thot, dhe janë nxit egon që ati ti funksionon dhe manal. Që ka mundësi ta ka thonë një të shame, ti ja ke dhënë një, ai thot ka dorë unë di dhe të tjera. Tranon ala më tepër. Thot, dhe e nxit që të mendon kundërshtari i ti në lloje të mundimeve dhe shkaktimeve të problemeve të cilat nuk i ka mendu më herët. Ka mundu me një mundim. Ti i mundu me aksie, ai tash do të ka dalë, ka më tjera, apo se sherrri s'ka fund edhe zot. Zullumi s'ka fund. Apo deri të mrinjen atje në majën e xhenemit. Atje në shtresën më të në xhenemit, Zoti na nga xhenemi. Andaj besimtari duhet çfarë? Këto gjëra ti
ti fut në hesabin e vet, në kalkulimin e vet. Thot, sikur që është e ditur praktikisht. Argument dihet praktikisht. Kur ti e kthen një të keqe me një të keqe, është i hasmin me bala më keq. Është i hasmin me bë edhe më keq. Thot, e kur bën sabër edhe fal, shpëton dhe sigurohet nga ky zarar. Sigurohet nga ky zarar i cili është shtesë asaj e cila e ka marrë me të parën. Thot, e njeri i meqëm kur nuk e zgjedh zararin më të madh për me lanë me më të voglin. Do nuk ka mundësi njëri me që me thonë kështu, më ka shah njani, t'ja kthej edhe njëherë që të më shaj 10 heraj. Vetëm i thotë, pa i normal ti. Njëri me qëm, kur e di unë e përshimu se a i ma boni një qabme, nëse unë ja kthej edhe 10 qera kam i mi thonaj, a njëri me qëm nuk e zgjedh me këta. Po ta me leje me një, ma mirë një se edhe 10 qera. Po këta që nuk e zgjedh njëri zararin më të madh për me marë, për me la zararin më të vogël. Po, ti me një zarar të vogël, u sprovove. Të ofendoj, të lëndoj, të mundoj. Çka këtoj stres, depresion e këtë e këtë. Mirë po kjo ke një. Ti me të kthimen i banë edhe 5 qera. Nëse këthene një herë do banë 50. Andaj maftoj me një. Por këta që dhe shiko, në metodologjinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam është ilaçi. Shiko, asë një herë se ka këthije çamën me çame. Dhe ka met me një. Historia e ka regjistruar atin me të keqen. Dhe historia e ka regjistruar pejgamberin sa më të mirën. Para më në një herë pi herave, para më do e kështu. Kish dalë pejgamberi sa më thonë, kush më ka shonë të venit kështu? Të mirë mi vesh na me ta. A mund shme para menu ti që njojmë na madhështin e këti njerit të madhë, wa innaka ala khuluqin adhim, ti e ki vlerën e madhe e vërtitin, karakterin e madh. A mund ta paramenosh pejgamberin sa me thirrni si ballafaqim e thonë, kush ka problem me mua? Apo, sikur që bën njerëzit. Apo, kush më ka shabe, puna, s'kam Facebook me takthia. Po, ka pas mundësi pejgamberi alayhi salatu wassalam, ama nuk e ka bërë zot. Për ta janë kanë gatshme shpatat në çdo moment. Ama e ka ngre Bedeviu për këmishe, derisa thot Anas ibn Malik radhiyallahu an, ja kam pa vijat e kuqe prej ati bezit trash në xhibe që e ka pas, ja ka lënë vit kuqe dhe thot vetëm ju thonë të sahabëve, jo, s'mbani kur gjë. Që kjo e ka bëhet madh. E para më njëri për shembull neve me na ngrej pa hiri me të ngrej, si fol 300 vet, me hiri, me kaq kërkon na ina ego të vogla, kena shpirta të vogël. Por këta si vëzër shpirtat e vegjël jetojnë momentin, e jetojnë çastin. Shpirtat e mëdha jetojnë ardhmërinë. A një musliman i cili është duke jetu për xhenetin e vet, a mundet me ra pre e tashmës? A do të ne pa u hakmarës muj? O ti tu jetu tash për tash? Ka dale o do? Ka dale, du të me registru me diçka në tardhmën. Duhet familja jote me thonë, baba jona kanë shumë sabërli. Kur që ka këti njerëzve? Du të me kanë model, du të me kanë një rek. Po këta si e do që i khulli samu të imje. A ka mundësi i meqmi me zgjedh? Qëta, mbi qëta? Jo. Thot, në vazhdim. Thot, dhe sa të këqijat dhe sherrët dhe luftat e pa fundshme i ka sjell hakmarja dhe kthimi i hakut, deri sa shpeshher ka shkuar insani i bëm zullum në atë pik sa që s'ka pas më mundësi më largu as të sherr. Pra, këthim deri sa mos dyshka me bo. Për të sigur duhet me marë me të parat, sigur që tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna as-sabru fi sadmatil ula, durimja të goditmën e parë. Çati e kalkulon shpejt dhe përfundon këtë muhabet. Sepse ti nuk kije kohë vëllezër për mu morë me këthimet e hakeve. Thot, wa kem dhahabet nufusun wa riasatun wa amwalun law afa al-madhlumu la baqiyat alayhi. Thot Sheikhul Islam wa Taymi rahimahullah. Sa shpirtat, sa njerëz janë vrarë, sa postat e kryetarllëkut janë humb të musliman, sa parët janë harxhue kot, thot, vetëm se sikur i bëmi zullum ta kish fal me momentin e parë, kishin me këto kënë vendin e vetë. E të razon një katon ta heke ki sikletin për vetës. Një katon e qonë pesh. A i gatshëm një qytet me shtijin problem, e mbela, pse? Se së në thot ki, ta me halal e ka u krim mos mos mbili ju me këtë punë. Por këta si dhe zërë, besimtarë me pas shpirtin e madhë.
apo shpirtin e madh, apo shpirtin e xhenetit, shpirtin i cili thot në rregull, fal te gos. Mos kur kush ka nevojë me shëtsu vetëm për këtë punë. Kjo vëzër është rregulli 15 që ka sjellë Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu teala. E 16 thot. E 16 është duhet ta dinë robi se ai njeri i cili mësohet me hakmarrje nuk bën sabër dhe nuk mësohet me durue asnjëherë kur ati ndodh zullum. Pra ai i cili mësohet me kthije kur çdo duron. Apo dhe na i njohim njerëz, ka njerëz për shembull, ai po edhe në familje edhe në shoqëri apo thot mos i fol tina, se ki çaçi duhet, apo çaçi duhet. E kjo çaçi duhet çka i bie? Samsuki kur xha me lan, sa armë më janë me kthije. Por këta si vëllezër shiko, këto janë njerëz të poshtër. Këto janë njerëz të ligj, çdo kurkush me pas punë me ta. Nëse o njëri leje këtë mos e prak se kjo problem, do të thonë kurkush do me pas punë me ta. E kundërta e njerëzve të mirë. E kundërta e njerëzve të mirë kur njerëzit thonë, "O, kjo është insan, më mirë është vash me këtë." E ka karakter, ka moral, ka fe, ka din, tutët Allahu subhanahu wa taala. Po Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu taala. E nefsi, egoja, kur mësohet me kthi gjithmonë hakin e vet, vini re. Thot, në shumicat e rasteve nuk din me mor hakin që ka i takon pa e kalu kufinin. Dhe bon, aj njëri që ka mësohet vazhdimisht me kthi hakin e vet, ha? Aj nuk mundet me të vija, apo sa herë kalon. Por këta arsye vini re. Njëri i cili e ka ofendu një njeri, X e ka ofendu Y-in. Zakonisht nëse Y-i do me ja kthije. Apo, me emrin Abdullahi Hasani. Nëse Hasani ka ofendu Abdullahin, dhe Abdullahi nuk o mësu mës me kthi hak, apo nuk o mësu mës mu hakmar, nuk o mësu me fal, Sheikhul Islam thot, zakonisht këto Abdullahat, që to shka zakonisht hakmirën, të sa herë shtojnë. Nëse e ka sha një herë, apo zakonisht dy fjali janë si kundër përgjigje. Se çka thot nefsi njerit? Thot kini me më ka sha me një laf, ama në këtë laf ki ka dash me ma thonë qëta, qatë tamam, ki ja këthem pasaj një faqe. E pasaj mo vullimet nuk kanë fund. Thot Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu taala, nga se hidhrimi i insanit e nxjerr njeriun nga kufiri i cili nuk ka mo me ta mene, e as nuk e di çka të thonë. Keni po njeri janë nervoz? Kur njeri nervoz? Për këtë arsye kanë ardhur disa hadithe nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, se ka thënë alayhi salatu wassalam, la talaqa fil ighlaq. S'ka talak kur je i mshelt. I mshelt çka? Nervoz deri maksimum u kam mshelt truni. Ha? Sikur kur mshelt me drejt trak, s'punon më. Do të muhe kjo nervoz, e mos tani më kthell. Mos tani ti thu, ej, shlove grujën. Çfarë grujë valla? Ku s'e ka shlu grujën? S'kam shluar në grujën. Por këtë arsye Sheikhul Islam dhe më ka pasur një betejë të madhe në vaktin e vet me këtë mesele. Çka thon njëri Kur'an, ishim ton komplet, ai nuk shemo. Po si impimja, si pianeci. Është diçka të folmo. Dhe kjo ju ndodh sot. E sidomos popullit ton. A? Sidomos popullit ton. Që atë rregullatorin e gjakit zakonisht pak na kurse lëna muftov. Ne te e pak inca çështu. Ne ingro. Mos e lë mushim thot, apo? Zakonisht e popullit kjo është. Domthon kur nuk e le me shku në zero, maje thot pak sinal çështu. Se nuk i dihet se këto ti me budallë ato thot. Atë duhet thot gjithmonë me mojt gati. E me këta njerëz, ha? A ka mundësi njeriu me ditë çka foli e çka tha? Jo, thot Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu taala. Andaj derisa ishte i bëm zullum dhe e prit të ndihmën e Zotit dhe kënarit prej ti, kalon kur hakmirat në zullumqar i cili e pret hidhrimin e Zotit dhe ndëshkimin. Pra ti e ka një bëm zullum, mënëse me prit me bo sabër e me prit ndihmën e Zotit, ti ke shkuja ki këthi e mundu me hakmar. Dhe kur e mundu me hakmar, pi i bëm zullum, ke kalu zullumqar. E Allah nuk është me zullumqarët. Allah nuk është, sa që punë e vetë. Dhe se ale Zotit, pret ndihmën për ti. Nëse merë vetë, dush me kry punën vetë. A i cilëve zële merë punën me kry vetë, a i s'munët me kryje. Se s'ka dikush që e ka morë mbi supët e veta hakin e vetë se ka dështuë. Vetë se ka dështuë. Dhe Allahu Gjellë ka të reguë për Faraunin në Kur'an në shumë prej ajeteve. E 17, thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala në regullat e ilaqit të vuajtjeve dhe mundime. Thot, enne hadihi al-madhlemete allati dhulimaha
hiya sababun imma li takfiri sayyi'atihi aw raf'i darajatihi fa idha intaqam wa lam yasbir lam takun mukaffiratan li sayyi'atihi wala rafi'atan li darajatihi. Thot, është 17. Kur ky bën sabër, ky zullum, kjo shkelje, ky mundim që ja shkakton dikush, është sebeb ose më ja fal një gjuna, një të keqe, ose më ja ngrit një derexhe. Që i bie çfarë? Nëse ti je mëkatar, çdo ofendim që ta bën dikush, një gjuna të shlihet. Apo, bana kështu me borxhin. Para më ti borxhem ja ki dikujt 10.000 euro borxh. Edhe thuhet ti kështu. A të lejon ti me të ofendu njerëzit, që të ka shaj diçka, mund të zban dam kur gjao. Në vetën e vet, të soba vet, të shtëpia vet, të ka ofenduar. Çdo ofendim ti hek me ka 1.000 euro. Fali kia. Njerëzit që thon, "Në të më shaj, më hek ma këtë borxh." Thuni 10 herë të më shaj. Ka 1.000, unë e bëj 0-0. Mirë, nëse s'kam borxh hiç, thotë Sheikhul Islam ibn Raf'i darajati. Merr problem. Por shembull pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur e ka ofenduar dikush, a ja ka shli gjunat? Jo. Gjunat s'ka. Çka ka bë? Ja ngrit derexhen. Ja ngrit derexhen. Andaj Allahu subhanahu wa taala e ka ngrit pejgamberin alayhi salatu wassalam edhe në dunja apo edhe në ahiret. Subhanalladhi asra bi 'abdihi. I madhësh Allahu i cili e ka marrë robën e vet dhe ka ngrit në qiell. Apo Isra dhe Mi'raji. Për këtë arsye vëllezër, besimtari duhet që këto zullume që i bën, këto strese, këto ankth që i shkaktohen, të banë matematika dhe të tregti me Zotin e vet që t'i falen gjunat. Nga sha ka një njëri të Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, edhe i ka thënë, kumnit që ti më bën gibet. Këni po do? Vazhdimisht truni ti ashtu shtu, si në loj zhbirusi, vazhdimisht e di, thot, filani së në ripa më bo gibet, a i më ka bove. Njerë thot, më duket më ka bo, a i së në ripa më bo gibet, më ka bo, 100% më ka bo, mos anë të ne thot, du të mja këthi, pri një imaginat që më ka bo, shkon në gibet tjetër. Apo, andoj ka arë një njëri të Hasan Basri ka thonë, ti më ki bo gibet. Hasan Basri që i ka thonë, pise e di vetën me mene, pise Allah i pa ka fol menën, që jam i pjekt, apo që kam hije në moshën e dalimit gjërave, unë kur njëri s'kam bo gibet. Asi njëri s'kam bo gibet. Ka thonë, dhe nëse i kësha bo di kam gibet, unë i kësha bo prind të me. Barëm që të se va, për shka i kam jak që ja tilë. Jo ti unë me t'i prua. O kjo ka fletë dhe për Hasan al-Basri, i cili ka bo kësi matematika. O nëse të baj gibet, s'baj ti, Allah. Baj dika shka e duhe, edhe që ato se va, për shka i kam jak që ja tila. Për këtë arsye vëllezër, shata Sheikhul Islam Taymije, e kur nuk duron dhe hakmirët dhe nuk ban sabër, sharjet, ofendimet, lëndimet nuk ja shlyhen gjunaat dhe nuk ja ngritin derexhet. Dhe kjo është humbje vëllezër. Dhe kjo është humbje. Shikoni njerëz vëllezër kur e kanë një tregti, një biznes, edhe kur dështon. I them pak zemër vëllai, ka shtu fituar vëllai. Ku dështoj. Apo Mos folni për këto që ka rina për bitcoina gjithë ditën. Zemra tërma të poshtë, apo to. Ra, pin 60-70, kur dhe tupi hapa, qa ki jo vla, ra, mos anena, qaro se ka fitu, zdi që farë njeri, apo. Pse? Se që shtu e kam pruk punë këto. Të dojnë tipet të shkatru zemë që shtu. Dhe her tip nalë, her të zri poshtë, që ti mos jesh normal, edhe. Ti nuk e. Andaj ti edhe kur fiton nuk i e rahat. Pse? Se ti e di se mundësia nesër me ra. Apo ti thu, qish më gëzu, vla, qish më gëzu kur nesër be. Për këtë arsye për medal pi tik bicikleti, çka bën vëllazër? Çka bën? Pak nalo pak. Në mesjid një zgjidhje kësaj. Unë nuk mund të bëj shembull vëllazër, nuk ka njeri i mësuar. Po, pin 120, edhe 80 shtipjen, a mund të bana me pas ti kështu, me pull, veç më ja bë. Këne 300, 100, 300, 100. Vdes vëllazër. Vdesaj. Që këto neve na shkaktojnë strese. Kur ti e sheh, shkoj për vjet, ratë poshtë, shkoj për vjet, kjo sigurisht me ta prej këtij shtipjen. 120, 300, 120, 300. Apo dikush knaqë gjithështu, dikush ka merak me lujt me njerëzimin. Ama vjen feja vëzër dhe drejton, ka dalë dhe heke këtë komplet. Apo, shko, heke bi rrime komplet, jo i me nale krejt. Shime, sepse ti dhe shëndeti jot, edhe imani jot, dhe besimi jot, o shumë më rëndësi se këtë të gjëra. Këtë të gjëra, apo. Qka duhet bë ti ki fitue, edhe në fund, tamam shpallët fitore, ati vdes. Ku i të shkuat? Për këtë arsye duhet me morë këtë punë me kujdes të shtuar. E 18, thotë Sheikhul Islam Taymije rahimahullahu teala, është që ta dinë robi se falja dhe durimi që e bën gjatë mundimeve dhe lëndimeve është ushtari më i madh
kundër khasmit të tina. Pra durimi jote është një lloj ushtari i cili të mbron tyje dhe të ron tyje. Thot, andaj ai njeri që fal dhe duron, sabri i tij dhe durimi i tij dhe falja e tij, thot, e bën armikun e tij të ndihet i poshtër, të ndihet i lig, t'i ashton frigën dhe për uljen para atij që i ka bërë zullum dhe para njerëzve. Nuk është e mundur o vëllezër zullumçari muni i lartë mesin e njerëzve. Për një arsye. Sepse në tabiatët e njerëzve të natyrshëm, Allahu ka vendos një ligj, i cili ligj e do drejtësinë dhe urren zullumin. Këtë dunja e di. Asnjë a keni pati zakonisht për shembull. Nëse e shani njëri të madh, 30 vjet, të i mshu një fëmijës 5 vjet. Hiç pa e vet pse i të mshu, zakonisht vjen me thon, "Nale voti, nale se fëmia kjo." Ç'ki reagim? Kush e ka kriju ti? Pse s'tu? Me të marrë? O kjo drejtësia me mit. Jo, pse? Vjen natyrshëm. Ç'këto natyrshmëri Zoti ka bërë cena? Ka bërë natyrë. Apo ti me ditë se palesa zullum i ka bërë, për shembull ta zona, ti thu po 5 vjet me ka, po 5 vjet. S'ka mundësi çat ka bërë. Apo po për këtë arsye për shembull ndërkombëtarisht, përveç të këta katilat e mëdhoj, për ndërkombëtarisht fëmia nuk vritet. Ndërkombëtarisht as në Islam as kërkon nuk vritet fëmia hiç. Bllokohen këtë procesat e betejave, fëmia nuk vritet. Pejgamberi sa kur i kanë ditë sahabët e vet në luftë dhe i ka nis, çfarë ka thonë? Mos vrani gra, fëmijë i pleq. Zvritën ato. S'është pjesë e luftës. Apo përveç njerëzve të poshtër deri maksimum, Allahu ja dhësh hakin ya rabbal alamin. Të cilat gjatë betejave nuk e kanë parasysh, ka dalë dikush me ti ushtar, banu çfarë dush me ta. Ai ka dalë në betejë, ty në betejë, kush është më i forti? Ama me fëmijë? Me fëmijën. Që këtë natyrshmëri, kush e ka vendosur Zoti i Madh xhelal xhelal? Shikoj, nga kjo natyrshmëri, Sheikhul Islam te mia çfarë thot? Zakonisht, ai që ka bën sabër dhe fal, këtë njerëzit rreshton kaj. Ka thot, qyre edhe shajti, edhe ki kurço si thon. Edhe i bani zullum edhe s'ja kthej. Krejt njerëzit dalin nga ky. Andaj thot, sabri është ushtari i parë, pastaj ja bie ushtar tjerë. Këtë njerëzit bile thot në shpirtin e kundërshtarit që i ka bë zullum, shkaktohet një lloj përulje. E thot, çka bona? Po folën për njerëz normal. Patjetër, andaj Allahu xhela kur i ka përmend khasmit e pejgamberëve në Kur'an, çfarë i ka përmend ma khasmit në kryesor? Duribet alejhimu adh-dhilla. Kur i ka përmend Allahu xhela xhelaluhu bitë Israilit në Kur'an, jehudi çfarë ka thënë? Duribet alejhimu, o ju ka shkruajt me kënd poshtër. Ju ka shkruajt mos pidosh dunjaja, kot. Apo çka dojnë me bë? Shpirti bez do. O let kish ta kaca të dush. Njerëzit nuk dojnë të rrejnë njerëzit. A ka ma këtë se ka vëzër? Qëfar fitore është ajo fitore? Ku ti ki fitu sultan e ke hum zemra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka këshirë njerë mi fitu zemrat. Sultane është pun teknike. Sultane është pun teknike. Nëse ti e fiton betejen me zemrat, nëse ti i pastër në zemrat të njerëzve, fiton pozitë Allahu subhanahu wa taala. Pastaj është relative çka kin këtë dunja. Ajo është pastaj çështje e mundësive të kësaj bote. Thotë Sheikhul Islam Taymiyah rahimahullahu taala, thotë fa inna an-nasa la yaskutuna an khasmihi. Thotë nëse kishun edhe fal, edhe duron, njerëzit nuk ja falin. Njerëzit thonë, a baba, i bani zullum, ama kës ja kthej. Kjo është hakmarrja e njerëzve për ta. Allahu xhelal xhelalu i nxit. Po këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wasallam ka treguar neve se Allah kur e doni njëri në tokë, e thirr Xhibrailin, melekun më të madh, çka e ka? A dhe i thot, o Xhibrail, unë filanin e dua. Allah na bëf fiton ya rabbal alamin. Çdo më thonë se Allahu xhelal me thirr, me thirr Xhibrailin, e më thon filanin, o Xhibrail, unë e du. A dhe i thot fa ahibbahu, a dhe ti duja. Fa yuhibbuhu Xhibril. A dhe Xhibrili e do. Pastaj thirr në qiell. Na për këtë qiellat, deri ta duan krejt. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, pastaj e duan edhe njerëzit në tokë. E kjo vëzë nuk bëhet me sultanin e kësaj bote, e as me pushtetin e kësaj bote, e as me veglat e kësaj bote. Sa njerëzit sot vëzër drejtojnë qytete, shtete, kontinente, pranduri, dhe zemrat e njerëzve urrejnë ato. E urrejnë. E kemi shembull komunizmin, që kanë pas pushtet s'ki guxu zonë me bo. Të shpia jote i du të me fol. Ama me vdekjen e ati përfundon gjithçka. Me vdekjen e ati del pa zemra. Ata sa të dese thojnë zullumçaru kanë, i prishtu kanë kështu me radhë.
Mirë po, nga ana tjetër vëzër, kur ka vdek pejgamberi alayhi salatu wassalam, ha? Apo, a kanë thonë njerëzit, u lirun piktina? Jo, këtë kanë kajtë. Që thot Enes ibn Malik, na u ka ersu dunjaja. Pse? Se ka vdek ai njeri cili ka fitu zemrat. Dhe shikoj se sot njerëzit paguajnë, pritin rën për hax, për umra. Allah na mësofi ya rabbul alamin. Për çfarë arsye? Pse presin rën? Shkoje të vizitoje shtëpinë e Zotit. Ta përshëndete pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tek varri i tij. Për çfarë arsye bëhet kjo vëllazër? Pi dashnijës. Apo është pi dashnijës? Çka të ka dhënë ai ti? Për këtë arsye lufta me zemrat është shumë luftë e madhe. Betejë me zemrat është shumë luftë më e komplikuar se sa luftat e kësaj bote. Thotë Sheikhul Islam Taymiyah rahimahullahu taala, wa in sakata huwa fa idha intaqama zala dhalika kullu. Thotë nëse ky shumë e njerëzit flasin, atëra e në rregull. E mirë. E nëse ky hakmirët, njerëzit thonë, mos i tushtive, marrë vet. Kur e shohin njëri për shembull, ky shat, edhe ky kthen. Ky e munon, edhe ky e munon. Çfarë thon? Apo të na thonë cop ho bafshi. Na s'po thonë cop ho bafshi, po çashtu njerëzit reagojnë. Ama kur e shohin se ti i bën zullum, i je i shkel, edhe ti nuk po don me mor hak, njerëzit zakonisht rreshtohen ka ky njeri. Thotë Sheikhul Islam Taymiyah rahimahullahu taala, për këtë arsye ti i gjen shumë prej njerëzve kur dikush tjetër e shan ata apo e mundon, kanë njerëzit dëshirë që t'ja kthejnë hakin. Natyrisht shumë kjo. Allahu xhelal ka bë këtë formë. Idha qabalahu istaraha wa alqa anhu thiqalan kana yajiduhu. Nëse ja kthen, atëre qetësohet edhe i largohet kjo brenga e madhe që e ka pas në brendinë e tina dhe në idrimin e tina. Kjo vëllazër është 18 prej udhëzimeve të Hoxhës Sheikhul Islam Taymiyah rahimahullahu taala. 19 thot, kur robi fal dhe e toleron khasmin, kundërshtarin se e ka munduar, istash'arat nafsu khasmihi annahu fawqa. Bine vëllazër, kjo është tani botë e brendshme e njeriu, emocionale, e shpirtit. Këtu nuk ka dorë kurkush vëllazër. Këtu s'u trus pullën këtu. Ç'a ndodh? Thot, kur robi fal dhe nuk ja kthen kundërshtarit të tij, shpirti edhe nefsi i kundërshtarit të tij e ndin se këti që ka i ka bo zullum, kjo më nalt. S'ka zullumqar që i ban dikujt zullum vetëm se e gjenë shpirtën e vetë, se ati që ka i ka bo zullum, aja maj malë se ky. Aja maj malë se ky. Shikove dhe këta Zoti Gjellë ka bo, këta Zoti të bare kjo dhe ka bo. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men tawadha lillah rafa'ahu Allah. Ai cili ulet për Allah, Allahu e ngrit. Kjo operacion vëzën me matematikët e botës nuk del. Zakonisht duhet me demonstru forcë për me ka një fort. Ka ana tjetër pejgamberi sa çfarë thot? Thot ai çka ulet për Allah, Allahu e ngrit. Ai cili ma veten me të madh, Zoti ul. Kjo paralel është shumë interesante vëzën. Njerëzit zakonisht dojnë me ujit, thot, ove të më njofin, të më ndije pak, apo don. Ne ta dive me kanë ka punë, bash ato këto operacione shkojnë 0-0, bile minus. E kur ti thua, s'du me mjoftone. Shilë zëri Imam Ahmedi rahimahullah, sa shpesh ka thonë, s'du me mjoft njerëzit, milione mësë njofë e kërkush. A ka qëtë dikush, a ka dikush jashtë, a ka në dunja, a ka për pabesimtarë me ja u thonë, është një Imam Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbel. Thotë, valla, kjo një hoqë muslimanve. Kejtë e din. Pse? Se shihreti edhe nami nuk merët nga dëshira për të njohë, po nga dëshira për të ikë. Dhe kështu Allahu Gjellewala i ka bërë imam të muslimanëve. Thot, wa ennehu qad rabiha alej. Thot, khasmi, kur t'ja falësh, aj ka me mendu se ti e mujte. Ti fitove mbi atë. Për këta si ju dhe zër, kër e ka qiru për nga mërë a.s. Mekkën, ata e kanë ditë se ka fitu mbi ta. Dhe seher që i ka falë, kanë thamë, po na mit me të falme. Po na mit me të falme. Tu na falë na mit i krejtë. A mund para më vëzër, sa të vegjel janë një vëzrit e Jusufit alayhi salatu wassalam, kër i ka thanë Jusufit alayhi sallam, la të thribe alejkumul ljom. Ska, kur gjonë s'kam ju thanë, hiq, u kri, asë se ka përmin ma betin bile. Apo, sa të vogli janë një këto, sa të vogli janë një. Dhe shumë është interesant vëzër, se historia e asë Kur'ani nuk ka përmin emrat këtë në njëzve. Që ka përmin kërkush? Me e përmin emrin Jusuf. Musliman, krishter, jahudi, thënë Jusufi, gjallë Jakubit. Apo,
Po ai gjali tjetër be, se di valla gjali tjetër që ka emrin. Po ai tjetër po 11 janë kon. Mi di që ka emrin. Pse nuk e dina? Sepse ata ishin njerëzit të cilët e gjujtën bunar. E Allahu subhanahu wa taala eki pi bunarit, po eki edhe prej bunarit të historisë nxjerri në kapitujt kryesor të dunjës. Ndërkohë që ata në dunjë ishin një herë kështu më të pashëm. 80 vjet ka thënë Hasan al-Basriu. 80 vjet si kanë kallëzu vllazërit e vet, babës vet ku Jusufi, që janë gjallë. 80 vet. Apo, a mund të para më vëzë ti kështu, që ta kuptosh çka kanë bë. A mund të para më për shembull në udhë billah, ti telefonin me jam she babës nanës, apo thon, më bën një 8 sahat thu, ki u bë pak si tepër ti kallzoj ku. Apo, më jam she benzinë, një 8 sahat e plas. Benzinë më jam she e plas. 8 ditë, a me bëhet shumë apo? Para në fëmijën më amor. Me thon 8 ditë ti diku as si kallzon. Ai menon se ai dek ti di që ai gjallë, si kallzon. Thot Hasan al-Basriu, 80 vjet si kanë kallzu. 80 vjet. Ai për ditë, o Jusufi, Gjaliam Jusufi. Ato të e di që janë gjallë. Para mendo as nuk i kanë thonë, o gjallave. Barëm gjallë, ta di se janë gjallë, se kena myt, se ka hangë ruki. As ata se kanë kallzuar. E kitë kjo dhe zërë para mendo kur ju ka thonë Jusufi, të falë të keni. Çfarë vogëlsie i ka kap? Çfarë vogëlsie i ka kap? Tho Sheikhul Islam te mia. Çdo khasëm kur ti ja fal, ai e ndin se është më i vogël se ti dhe se ti e ke mujt ata. Rabihta alay. Ti i je më fitimtar se ai mbi ta. Fala yazalu yara nafsuhu duna. Ai vazhdimisht ta sheh veten e vet se është nërt atë të bëmin zullum. Wa kafa bi hadha fadlan wa sharafan lil afw. Thot mjafton kjo vlerë dhe nder dhe privilegj për faljen. A mund të para vëzër ti për shembull me një të falme e ban khasmin muni i vogël. Apo e ban khasmin muni i vogël. Sigur që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur ti i në luftë me shejtanin, me e sha ka thonë rritet. Me përmen Allahin zvoglohet. E njëjta është. Kur ti kundërshtari i thu, pa beskoli, halal e ka. Halal e ka kri. Kjo vëzër e ban të madhe. Kjo e ka bot madhe Sheikhul Islam te mia rahimullahu taala, i cili kur e është pyet për hakët që ja kanë bëhe, ka thonë, falte kanë kri. Këtë kanë fal. E kanë pyet në vdekjen para se me vdek në burgun e fundit në kalan e Damaskut, hoxhën e madh Sheikhul Islam te mia rahimullah, ka thonë, e ja ban halal tin veç këtë kanë shtin burg. To që kanë shtin burg. Ka thonë, këtë halal e kanë. Krejt halal e kanë. Ka thonë, nuk ja baj halal veç një njerit, i cili është khasëm i Allahit dhe pejgamberit alayhis salam. Çti jo. Do nëse është kundërshtari i Zotit dhe kundërshtari i pejgamberit sallam, nuk duam ja balla, se unë e urrej për hit Allahu xhelel xhelalu. Për ndryshe, krejt tjerëve që kanë pasur punë me personalin, me figurën time, këtë halal e kanë. Këta vëzë vetë shpirtat e mëdha e ban. Shpirtat e vogël jetojnë për momentet. Ja, atë kanë ka prek thon. Për këtë arsye vëzëri Imam Ahmedi njëjti kanë ndodhur. Pejgamberit alayhis salatu wassalam në çlirimin e Mekës, çfarë ju ka thënë? Idhhabu fa antumut tulaqa. Shkoni besë këtë lirin. Kjo vëzëri i ka bën njerëzit e mëdhoj. Thotë Sheikhul Islam te mia rahimullahu taala dhe e 20-ta, dhe kjo është e fundit për rregullat që ka sjell këto, e pasani do të vazhdoj me len Allahu te bareke ve teala, thamë do të përmendin dikon 40 hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që janë të mjaftueshme për ilaçin e stresit dhe vuajtjeve dhe mundimet që njeriu i ka në jetën e kësaj bote. Thotë Sheikhul Islam te mia rahimullah, annahu idha afa wa safaha kanat hadhihi hasanatan fatuwallidu lahu hasanatan ukhra. Thot, njeriu kur fal, toleron, kalon. Thot, kjo është vepër e mirë. Kjo është një vepër e mirë. Kjo punë e mirë. Kjo punë e mirë ja bën një punë të mirë tjetër. Kjo një punë ja lind një punë tjetër të mirë. Wa tilka ukhra tuwallid lahu ukhra. Thot, kjo tjetra e dyta ja bën një dytë. Dhe kështu zinxhiri veprave të mira vëzër kapet për këtë zinxhir derisa të hyjnë në xhenetin e Allahut. Allah na bëf nasib ya rabbal alamin. Thot, wa halum jarran kështu pandal فلا تزال حسناته في مزيد فإن من ثواب الحسنات الحسنة. Thot, vazhdon me bë të mira dhe në vazhdimsi e shton të mirën, nga se prej shpërblimit punës mirë është puna e mirë. Pra vëzër shiko, sevapin dunja para sevapit të ahiretit të punës mirë, cila vëzër, kur ti e merr një shpërblim këtë dunja, cila është shpërblim vëzër veprës mirë, Allah i thot që edhe një tjetër të bane. Që edhe një tjetër, e kundërta me të keqen. A çka e bën një të keqen? Nëse spendohet, Allah e le thot, banë edhe një tjetër. Edhe një tjetër banë.
derisa bëhet zinxhiri veprave të këqija derisa përfundon në helaç. Thotë Sheikhul Islam Temia, sikur që vepra e keqe e sjellën të keqe pas asajna, thotë andaj ka mundësi që ky zinxhir i veprave të mira të bëhet sebeb për shpërblimin e tina, për shpëtimin e tina në dunia edhe në ahiret. E nëse hakmirët apo e ndihmon vetën, i del krah egos dhe pozitës së vet, zale dhalik. Thot kjo i shmangë, nuk e ka këtë shpërblim. Pas e thot edhe pjesa tjetër e imanit është pjesa e falënderimit. Ajo është temë në vetë se do të flasim me lejnë Allahu te bareke ve teala kur t'i vjene radha. Këto vëzër janë 20 udhëzime të cilat i kanë nxjerrë nga Sheikhul Islam Temia nga libri Allahu dhe Suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E ne do të vazhdojmë me izin Allahu te bareke ve teala që t'i përmendim edhe fjalët e të dërguarit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se si nëpërmjet shpalljes, nëpërmjet profecisë që ja kishte mësuar, ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, kishte shëruar dhe mjekuar streset dhe vuajtjet dhe mundimet e njerëzve të kësaj bote, po edhe të botës tjetër. Lutim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala të na furnizon me durim. Allah të na izgjeron shpirtat tona, të na bën që në gjoksat tona mos të ketë ngushtica të kësaj bote, mos ketë mundime nga çështjet e kësaj bote. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti on xhel xhelalu na mundson që gjithmonë të mësojmë nga libri i Allahut, të mësojmë nga suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që Zoti on xhel xhelalu na mundson që të jetojmë me Islam, të rritim dhe zhvillohemi me Islam. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala pasi që jemi në prag të Ramazanit, Allahu na mundson që të hyjmë në Ramazan duke qenë me shëndet dhe me iman. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala për muslimanët kudo që janë në përbot, në lindje dhe perëndim, që Allahu t'i ndihmon, Allahu t'i përkrah, Allahu zullumçarët të cilët i bëjnë zullum muslimanëve ndërmjet vetë të shpërtallon ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.